Në Kosovë, si që dini, kemi pasur zgjedhje të lira e demokratike në shkurt të këtij viti dhe pas një periudhe edhe janë certifikuar rezultatet zgjedhore. Me 15 prill është mbajtur seanca e parë e parlamentit, ku kanë filluar edhe përpjekjet e para për krijimin apo konstituimin e kuvendit dhe të qeverisë, krijimin e qeverisë. Tani ka kaluar më shumë se një muaj nga përpjekjet e para në këtë drejtim dhe fatkeqësisht ende nuk ka sukses, mirë po edhe në qoftë se e krahasojmë me shumë vende të ndryshme në Evropë, ka raste kur përpjekjet për krijimin e një koalicioni qeverisës zgjasin me muaj të tërë, pra nuk është jashta normës evropiane. Kjo nuk do të thotë megjithatë që ne nuk shqetësohemi për këto vonesa. Si presidente jam e shqetësuar për këto vonesa, sepse barën e këtyre vonesave e paguajnë qytetarët e Kosovës. Me mos konstituimin e kuvendit, ne nuk arrim ta kemi një kuvend funksional, ku mund të ratifikohen marrëveshjet ndërkombëtare, përfshi ato që lidhen me New Growth Plan, me planin e rritjes së Bashkimit Evropian, dhe ka edhe dëme të shumta të cilat ne i bajmë si barë, si qytetar të Kosovës, për shkak të mungesës së kuvendit të Republikës së Kosovës. Megjithatë, unë jam besim plot që partitë politike të përfaqësuara në kuvend shumë shpejt do të arrijnë një marrëveshje për ta kaluar këtë situatë të tanishme, sepse sa herë e vendosin vendin si parsor, e interesat e shtetit si parsor, para gjithçka tjetër, gjithmonë zgjidhja politike është afër.